Si po kalojmë ditën e parë në Londër, tani tek shtëpia e kushëririt. Në fillim u përgatitëm, u bëm gati edhe shkuam të hamë mëngjezin, byre, kraj këto gjërat që nuk i gjejun kaq lehtë këtu, po aty me që ka lokale që kanë hapur shqiptarë edhe kanë nga të gjitha gjërat që na mungojnë nga Shqipëria edhe nga Greqia. Pasi hëngrëm mëngjezin pastaj, ikëm një shëtitje, një xhiro, shkuam te farma, të lozim pak fëmijë, të ham një akullore hamë çdo dimër beharneve këtu, edhe pastaj pasi lam fëmijët në shtëpi me kushëririt, mora gruan e kushëririt dorë për dorë, edhe shkuam në qendër të Londrës të shikojmë një çik dyqane se çfarë bëhet, të mos dalim edhe neve një çik, do dalim një çik dhe neve, edhe kushërit do lozin me njëri tjetrin, ndajnë çfarë do bëjnë edhe ata sa të kthenen mamatë. Siç mund të shikoni, nuk i kanë hapur akoma dritat, besoj tani nga këto dy do t'i hapin, nëse nuk i kanë hap akoma, se kur isha unë si kishin hapur akoma. Edhe pastaj shkuam në të gjitha këto dyqanet aty, morëm disa gjëra të pakta, jo të shumta, se na dëgjojnë edhe burrat po të themi që morëm të shumta. Edhe pastaj pasi i brodhëm të gjitha dyqanet me radhë, siç mund të shikoni një çantë të vogël morëm. Jo shumë gjëra, shkuam për të ngrënë diçka se na kishte grirë uria, edhe pastaj në darkë në shtëpi hëngrëm prapë, se kur je me pushime çfarë do bësh?